të Trepçës dhe ku janë pikat e forta të Bashkimit? Po përmenëm edhe më herët, domethënë pikat e forta të Trepçës janë lojtarët vendor me më shumë eksperiencë, si Driloni, Musiqi, Kastrati, kurse të lojtarët e huaj faktikisht në qendrën dhe në kotonin që përmenëm, domethënë janë dy pikat më të forta të Trepçës. Ata kur funksionojnë, domethënë në bashkëpunim me Drilonin dhe me Musiqin, Trepça është shumë vështirë me humbë lojë. Kujtja shumë ke fol veç për Trepçën. Tash po duju m'ja undru pa kohje se Valentini foli për Bashkimin më lart. Ku janë pikat e forta të Bashkimit dhe çka të pëlqen te Bashkimi? Një Mitroj Salipeve kështu. Bashkimi ka arrit maksimalisht këtë vit me ngrit nivelin e basketbollit në klub me ardhen e Bendall Green, i cili është për mendimin tim është një playmaker shumë i mirë, edhe McKinnis është një qendër e cila ka dominu në basketbol, në ndeshjet e fundit, edhe përparësitë e Bashkimit janë agresiviteti i Baldan Bunjakut edhe i Williamsit, edhe dalja në pah e Samirit në këtë rast, që nëse vazhdan me që të lojt Samiri që është din ka njerë me vazhdu, me lujt, Trepça ka me pas të lashe me Bashkimin. Ndeshjen e 6 Mitrovic ka me pas të lashe. Nëse e arrim qëllimin sikur në prezident që kanë domethënë që kanë minimizu veprimet e Kotonit dhe Majersit, kanë me arrit ndoshta edhe me befasu Mitrovic. Tash ty po të vesim për Trepçën,